Duke ne, ka diçka që fjalët e pista nuk mund t'i thot dot çdo kush. Edhe në rrjetën tonë përditshme ka shumë miq që përdorin me lezet në një batut që është deri diku pak ne I themi fjalët e pista. Po, ti përdorësh në formën që I përdori Ola, është vjen keq që po e mban tani do mbaj përsipër këtë peshën e kësaj fjale për shkak të gjuhës trupit që përdori. Ajo gjuha trupit ishte gati në nënvizim I një momenti nervozizmi dhe prandaj ke gjithë ne në publik, ke gjithë njerëzit, kjo fjalë shpërtheu, domethënë shpërtheu nga body language. Nëse do kishte përdorur qoftë edhe një, e mora seriozisht, po themi ne, e zëm, se normalisht nga nxitimi njeriu thot disa fjalë pa I menduar mirë. Duke parë dhe atencionin që mund të jetë në një reality show, momente pak doli një nga njerëzit që ajo kishte për zemër. Pra, duhen marrë gjithë rrethanat, po e përdoru ashtu, duk sikur ishte një lloj, nuk diti si ta shpreh, nervozizmi.